Gjesti bën reagimin e parë pas përfundimit të Big Brother VIP. A jeni gati? Ja çfarë premton ai? Fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, Gjesti përmes një postimi në rrjetet sociale ka falendëruar ndjekësit për dashurinë dhe për krahjen që ka marrë gjatë dhe pas eksperiencës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ai ka bërë edhe disa premtime, teksa ka shkruar ndër të tjera, po dal prej një eksperiencë që s'kam me harru kurrë. Thot këngëtari që u shpreh bekuar e theksoi se çdo mesazh dhe mbështetje që ka marrë i ka prekur zemrën, teksa vazhdon: "S'kam ditë që jashtë atyre mureve kam më prit kaq shumë dashni, jam të ndje shumë i bekum, faleminderit për krejt mesazhet, dashnin dhe për krahjen që ma keni dhënë, jam shumë mirënjohës dhe ju duk pafund." Në fund të mesazhit, këngëtari la të kuptohet se është gati për një fillim të ri, duke premtuar se nuk do ta harroj kurrë dashurinë e treguar ndaj tij, teksa premton se është gati për kapitullin e ri. Ky reagim emocional vjen vetëm pak ditë pas fitores së Big Brother VIP, ku Gjesti rrëmbeu dhe çmimin e madh për 100.000 eurosh. E jo vetëm kaq, pasi 2 lajme të mira kanë ardhur menjëherë në drejtim të Gjestit. Lajmi i parë bëhet me dije se pas mbarimit të Big Brotherit, produksioni dhe Top Channel kanë bërë gati një kontratë për menaxhimin e Gjestit për 1 vit kalendarik që nga kjo datë, duke i premtuar atij se ashtu si Luizin do ta marrin në menaxhim si për koncertet, për filmat, për emisionet, duke qenë më prezent se kurrë, teksa duket se shuma e kësaj kontrate do të jetë disa herë sa fitimi i çmimit të madh. Gjesti jo vetëm kaq, pasi ka marrë dhe një lajm të dytë të madh, ku i është premtuar se në datën 7 qershor, në ndeshjen në kualifikuese të botrorit Shqipëri-Serbi në Air Albania, do të jetë ai prezent për të kënduar në ndërprerjen 15 minutëshe ndërmjet pjesëve. Duke se kjo gjë ka kënaqur shumë edhe fansat e tij të Gjestit, por edhe shumë shqiptarë të Kosovës që dua ta shohin Gjestin që t'i jap përkrahje dhe kombëtares shqiptare.